ndonë se një pjesë e qytetarëve për ditën e 1 majit kanë vendosur të protestojnë. Një pjesë e madhe e qytetarëve kanë vendosur të mos protestojnë dhe të dalin të relaksohen me familjarët e tyre në përparqet dhe vendet rekreative që i ka vendi jonë. Më të lumtur në këtë rast ishin fëmijët, të cilat loznin me shokët lojra nga më të ndryshmet. Pse ki ardhën? Marë më kënaq me Me shokë. kanë ki ardhën? Me babin. A ki luj deshti? Ka pa? E më kënaq. Me kanë ki ardhën? Me shokë që me lujtë. Kam ardhë me lujtë me shokët e jem. Kam marë më kënaq. A ki me lujt me shokë me kushërina? Pa. Me kanë ki ardhën me babin? Pa. Sepse kanë ardhur pikërisht në Saraj, treguan edhe disa të rinj. Shumë mirë valla. Edhe parkingin qash e këshin regullu pak, kur ina pushim vina këtu. Po veç për një majvim, se Si u duke të atmosfera? mirë duke. Veç këngëve dhe vallave, me të madhe në Saraj, thot piqej edhe miqi. Ndryshe në organizim të komunës së Sarajit dhe disa organizatave në qendrën rekreative në Saraj, u organizua dhe festival në të cilën performuan ansamblet të këngëve dhe vallave, si nga vendi, po edhe nga Kosova, Turqia e vende të tjera.